Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Shenjat më manipuluese të horoskopit. Në vend të parë Akrepi. Akrepi është mjeshtër i manipulimit subtil. Ai nuk e bën për të keq, por për të kontrolluar situatën dhe për të mbrojtur veten. Shikimi i tij, fjalët e zgjedhura, heshtja, çdo gjë është strategji. Në marrëdhënie ai të bën të ndihesh i detyruar të flasësh, të mendosh dhe të veprosh si ai do. Çdo manipulim është elegant dhe shpesh i padukshëm deri në momentin që është tepër vonë. Në vend të dytë Peshorja. Peshorja përdor manipulimin për të ruajtur harmoninë, por gjithmonë në favor të saj. Ajo është mjeshtër e diplomacisë, e buzëqeshjes dhe fjalëve të ëmbla. Ti mund të besosh se po vendos për veten, por në fakt po ndjek rrugën që ajo ka projektuar. Manipulimi i peshores është i sofistikuar dhe shpesh të bën të ndihesh mirë për vendimet që ajo ka influencuar. Në vend të tretë Binjakët. Binjakët manipulojnë me shkathësi mendore dhe fjalë. Ajo që duket si bisedë thjesht mund të jetë strategji për të bërë të ndryshosh mendim, veprim ose ndjesi. Ata janë mjeshtra të bindjes dhe lojës psikologjike. Kur je me një binjak, shpesh nuk e kupton se po të manipulon derisa është tepër vonë. Në vend të katërt Luani. Luani manipulon me magnetizëm, vetbesim dhe karizëm. Ai të bën të ndihesh i privilegjuar, i zgjedhur dhe i rëndësishëm, derisa kupton që po të drejton drejt qëllimit të tij. Manipulimi i Luanit nuk është fshehtësi e madhe, por mënyra si të bindë dhe të kontrollon emocionet dhe vëmendjen. Kur hyn në lojën e tij, është e vështirë të mos ndjekësh ritmin që ai ka vendosur.